Nëse ne dalim në Junik dhe pyesim qytetarët për disa projekte të realizuara që ju atribojnë juve, cilët janë disa nga projektet, le të themi, më të rëndësishme, për cilat vërtet ndjeni krenar që i keni bërë? Unë për projektet që ndjena krenar janë asfaltimi i rrugës Junik, Gjerovit, që deri te gropa Rënikit është e përfunduar, dhe kemi ndërtimin dhe asfaltimin apo rikonstruimin e rrugës e ndërtuar në 1976 atëherë. E kemi Junik Rastovic që lidh magjistralen Deçan-Pej dhe Gjakov. Projekte të cilat nuk janë bërë dhe janë në proces, mendoni se do t'i mbyllni në mandatin e ardhshëm? Që unë le të them se meta pa krenohem edhe me qerrën e fëmijëve që kemi ndërtu. Okay. Krenohem me shërbimin 24 orë që po ofrojmë për qytetarët e komunës së Junikut, që asnjëherë s'është ofruar ky shërbim shëndetësor në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Kemi funksionalizuar rentgenin, gjitha shërbimet kryhen në qendrën kryesore të mjekësisë familjare 24 orë në 7 ditë në javë. Kjo ka qenë edhe kjo arritje që s'ka qenë asnjëherë e mundsuar të bëhet. Dhe çështja e tjetër që unë duhet kemi vendos, përveç kemi dhënë edhe grande, mendoj subvencione qoftë për të smurit, mendoj që janë kronik, qoftë për rastet kemi vendosur për herë të parë si vjet, me buxhetin që kemi pranuar, të subvencionojmë edhe familjet që kanë raste të vdekjes, shpenzimet e varrimit. Ishte, pash. Okej. Në pjesën e investimeve, do jeni pak fanatik që investitorët prioritar, le të themi, ose të mbështetur të jenë nga Juniku, përpara se të futen ndoshta edhe investitorë më të mëdhenj, kjo është ndoshta dëshira e shumë banorëve këtu? Unë me njëherë që kom pas investitorë të interesuar, të investojnë edhe në bjesh, po për shkak të akoma nuk është rregulluar korniza ligjore mirë e qartë sa i përket shfrytëzimit të mendoj hapësira bjeshkën e Junikut, por kom përqef dëshiroj që të jenë të këtuit, sigurisht se do të ketë investitorë, se do të kenë për krajin Junikas, që janë këtu dhe janë rritë këtu dhe kanë investuar me gjenerata, por vlen të theksohet se unë kam dhënë një pëlqim që po në investitorit të jashtëm, që është gjerman, por me vendor këtu, që në fushën energjisë eficiente, dhe investimi pritet të fillojë shumë shpejt, rreth 42 milion euro investimi në fushën e energjisë eficiente, që kjo do të ndikojë pozitivisht edhe në rritjen e punësimit, por njëkohësisht do të ndikojë pozitivisht edhe në plotësimin e standardeve që ka Kosova sa i përket përqindjes me energji të ripërditshme.